Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim me mediat nga stadiumi Errol Benja. Jemi këtu me dy lojtarë të kombëtarës shqiptare, Qazim Laçi dhe Julian Sheu, të cilët do t'i përgjigjen pyetjeve të gazetarëve në lidhje me grumbullimin për ndeshjet ndaj Serbisë edhe Jordanisë. Ndërkohë që këto komunikat do ta ndiqni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube edhe në FSHF TV. Fillojmë me pyetjet për Julin. Atëherë Juli, përshëndetje, Ndrica Ugo, Televizioni Klan. Është një ndeshje që presionin e ka si në fushë dhe jashtë saj. Grumbullimi ende nuk ka nisur mirë, nuk mund të themi domethënë se si është gjendja e juaj, po si e ndjen ti këtë ndeshje? E përballon dot presionin që ekziston dhe jashtë fushës, duhet një fitore me domosdoshmëri dhe është llogaritur një ndeshje e rrezikshmërisë lartë. Përshëndetje, po ne jemi profesionistë, ne jemi futbollistë profesionistë, kështu që për ne presioni është gjë normale. Kjo është ndeshje pa dyshim rëndësishme për ne, po që ne do shkojmë atje për të marrë maksimumin e mundshëm. Juli, përshëndetje, Elvis Regja, Supersport Digital. A mund të thuash pak si përjetohet kjo ndeshje, duke patur parasysh faktin që është vendosur në një qytet më të vogël, larg presionit që mund të kishte në Beograd, dhe çfarë keni biseduar ju në këtë orë të para të grumbullimit midis lojtarëve për t'ia dalë me sukses në këtë ndeshje? Po, kjo nuk është çështje që na takon neve, për ne, siç e thash dhe më përpara, është e rëndësishme që të gjithë të jemi të fokusuar dhe të jemi të përqendruar te objektivi që kemi për këtë ndeshje. Do shkojmë atje për të bërë maksimumin ton, për të marrë 3 pikët. Kjo është më e rëndësishmja për ne. Nuk kemi fol akoma me çunat se nuk kemi grumbullu gjithë lojtarët, kështu që jemi shumë pak lojtarë për momentin, po që siç e thash, për ne është e rëndësishme pavarësisht stadiumit, pavarësisht fushës, që të shkojmë atje për të marrë maksimumin. Përveç asaj që ti po e thua, po tregoj shumë normal, do bëni maksimumin, këtë askush nuk e dyshon, po të gjithë e dim që kjo është një ndeshje që i kalon për masat e një ndeshje normale, apo jo? Këto e dim gjithë, edhe fakti që u zhvendos në një stadium më të vogël, pra nuk do ketë asnjë bilet në shitje, po do të jetë me ftesa, pra publiku do të jetë i zgjedhur. Ka filluar, kemi hyrë në javën e ndeshjes, domethënë. Po e përjetoni këtë, po e pret me padurim këtë ndeshje, e shikon këtë si një finale që na çon më afër botrorit, sepse kjo është një finale për play-offin, apo jo? Normalisht që kjo është ndeshje e rëndësisë shumë të madhe për ne, për vetë faktin se nga kjo ndeshje besoj që vendoset edhe vazhdimësia e objektivit që ne kemi për shkuën botror, kështu që besoj është ndeshje decisive për objektivin që ne kemi, prandaj dhe ne jemi shumë fokusuar dhe jemi shumë përqendruar që të marrim maksimumin dhe të vazhdojmë atë dëshirën dhe ëndrrën që kemi për shkuën botror. Mantho Prokopi, Syri Televizion, u ofruat, jemi afrimi i fundit në kombëtarën shqiptare dhe duket sikur e keni marrë vendin e Ramadanit si startues. Çfarë komente ka Ramadani, keni folur me të? Është i kënaqur për suksesin tuaj apo ndoshta ka ngacmuar pak? Shikon, ne në kombëtar jemi gjithë lojtarët këtu për të bërë më të mirën për kombëtarin, pavarësisht se kush fillon nga fillimi ose kush starton nga fillimi, këto janë çështje që i vendos trajneri. Ne jemi këtu për të bërë më të mirën dhe për të bërë maksimumin për kombëtarin. Jo, si jemi shok, kemi marrëdhënie shumë mirë me njëri tjetrin, ne mbështesim njëri tjetrin pavarësisht se kush do luaj. Jul, dhe një pyetje tjetër, a mendon që mund të sjellësh te kombëtari atë që po bën në skuadër, ajo që na mungon më shumë golat? Besoj se kam sjell versionin më të mirë timin te kombëtarja, pavarësisht pozicionit, pavarësisht taktikave, dhe besoj se do vazhdoj të bëj më të mirën timin për kombëtarin. Kjo është pyetja